kopshti privat i Edi Ramës ka patur si protagonist kryesor në hije Baxhanakun, peshkaqenin Armand Frangu. Dhe natyrisht patronazhisten e Akshit Linda Rama, siç është faktuar me dokumenta. Armand Frangu, ky mafiozi denoncuar para jush dhe në parlament me dhjetra herë, dhe që për fat të keq mediat e qeverisë ngurojnë t'ja përmendin emrin, pa çka se e din më mirë se unë, se Ermal Beqiri është Armand Frangu, se Geron Meça është Armand Frangu, se Daniel Shima është Armand Frangu. Po, atë nuk e përmendin. Akshi është agjensi që varet direkt nga kryeministri. Varet direkt nga kryeministri. Nga Edi Rama. Së dyti, do të rkthej këtu që njeriu më intim, përveç Baxhanakut, njeriu më intim, po të mbyllni hap një syt ju, i të gjithë zyrtarëve në Shqipëri, isa njeriu më intim është Ergys Agasi. I faktur. Po, ndaj dhe ky intim Agasi na rezulton në librat e shtetit me fitime prallore që nuk i ka njohur njerin historinë e njerëzimit.